Kemi gjetur edhe të shkruar, edhe kemi lexuar në rrjetet sociale, po edhe e kemi parë që numri 13 është numër tersi. A është e vërtetë, a ka të bëjë kjo me Islamin apo jo, ose çfarë thotë Islami rreth kësaj teme? Absolutisht nuk e njeh Islami. 13 për ne është si 12, si 11, si 10, si 14, si 15. Kjo është një besytni faktikisht që e ka origjinën dhe themi nga Oksidenti. Unë bëm përshtypje sa herë hipin nëpër aviona, ulset e avioneve si janë 10, 11, 12, 14. Mungon 13. Besytni është besim supersticioz, cilin e kanë, domethënë, edhe nuk ka lidhje fare, pra nuk është numër tersi dhe nuk ka të bëjë me terslikun. Se më ka ardhur një pyetje tjetër që thotë e kena lënë thotë futemi në shtëpi filan ditë, po është data 13 dhe na kanë thonë që mos mu fut me datë 13. Ne themi futuni me datë 13 për të thyer këtë lloj besytnie. Për ta thyer këtë lloj besytnie se s'ka të bëjë me fen e Allahut as pak.